Bismillahirrahmanirrahim. Allahu në falenderojmë, salavatet, salamet Muhammedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, dersi i samdit është pak më ndryshe, për faktin se periudha e pejgamberit alayhi salatu wassalam i gjallë dhe fizikisht mesin e sahabëve përfundon, edhe pse mësimet e tij, suneti, praktika e tij janë të gjalla me sahabët dhe sahabët shokët e tij komplet jetën e tyre edhe veprimet e tyre i bojnë sipas sunetit edhe mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, mirë po nuk e kanë më fizikisht. Dhe kemi përmend dersin e fundit se pejgamberi alayhi salatu wassalam pasi që i mushi gjallë të 3 vjet, 23 vjet me shpallje, 13 në Mekë, 10 në Medinë, me 12 Rabiul Awwal, vitin 11 i Hijretit, e vdes dhe ka lënë në botën tjetër. Ka lënë në botën tjetër, sallallahu alaihi wasallam, mirë po për umetin mbetën do sfida të mëdha. Mbetën sfida sepse e kanë pas të lehtë me pejgamberin alayhi salatu wasalam me i zgjidh problemet, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë ai fjala përfundimtare në gjithçka dhe për gjithçka janë kthyt ai. Fjala e tij ka qenë vendimtare. Gjykimi i tij ka qenë final dhe të gjithë janë do të kënaqur me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Tash sfida e parë është se kush e merr vendin e tij. Kush e merr vendin e tij jo si pejgamber, mirë po si njeri që merr vendime dhe të gjithë kthehen tek ai. Edhe fjala e këtij mbetet vendimtare për problemet ose ngjarjet dhe ndodhit që do të rrjedhin pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fillimisht themi se Allahu i lartësuar e ka zgjedhur që pejgamberi alayhi salatu wasalam me pas një shok që quhet Abu Bekr dhe i cili është sakret ummeti. Pse është sakret ummeti? Sepse Abu Bekri ka punë të mëdha që krejt ummeti mu bë bashk nuk mund me i bë. Abu Bekri është ai që është ummetën vetë ose sakret ummeti. E Allah i lartësuar e ka zgjedhur që Abu Bekri e me Abu Bekrin me ndihmu Islamin në 2 pozita shumë delikate. E para është pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe e dyta është kur fiset arabe fillojnë me dezertu edhe me dol prej Islamit, atëherë Abu Bekri e merr pozicionimin edhe vendimin e duhur, edhe Allah i lartësuar me vendimin e tij, me strategjinë e tij, ban që ky Islam prap më ju kthy fuqia, më ju kthy forca, edhe më u kthy muslimanët të bashkuar dhe pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po për të ndërruar vëllezër, Abu Bekri i bindi të gjithë sahabët se ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Gjithë ata që mendonin se s'ka vdek, ose s'ka mundësi me vdek, ose s'ka jetë pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, Abu Bekri i bindi se pejgamberi ka vdek. Na tash do të me ecë. Na duhet me ecë, vdes baba, që duhet me bo familje, që duhet me bo djemt, duhet me vazhdu jetën, duhet me vazhdu, do më shenë lëkun, duhet me vazhdu si kërë familjar dikosh, vdes vlloj madh, largohet hoxha, vdes hoxha, që duhet me bo na, duhet me ilon kretë. Që kemi ndërtu, që kemi mësu, që kemi punu, deri tash, shpartallohemi, shka përdermi edhe se kemi hoxhën. Ja, s'ka kështu. Po, pejgamberi vdes, na duhet me vazhdu tash. Abu Bekri i bindi. Pastaj, i bindi se mund të vazhdojmë edhe duhet të vazhdojmë Islamin mas Muhammedit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu i tregoj atyre qysh në momentin e parë se çtash kena me pas punë me njerëz të cilët kanë me dalë prej Islamit. Është hera e parë ose për herë të parë po ballafaqohem me një situatë që njerëzit të cilët e kanë deklaruar Islamin, kanë hyrë në Islam, dalin prej Islamit. Çka me bëjmë ata?
Ebu Bekri po e lajmëron në momentin e vdekjes, do unë e mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasallam, se kush e ka adhuru Muhamedin, Muhamedi ka vdek. Domethënë që ata që janë në Islam, edhe kanë hyrë në Islam për hatër të Muhamedit ose për në interes se është pejgamberi i gjallë sallallahu alaihi wasallam, ata kanë melon Islamin tash. Edhe ndodhi ajo që ndodhi. Pas vdekjes, kemi përmend goditja e Eron që ka qenë për vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasallam, ka qenë goditja e Eron për sahabët. Dhe sahabët ishin të shpërndon edhe në grupe, po edhe në mendime. Disa mendonin që ka shku te Allahu ka më kthy, disa mendonin që ka vdek, disa s'mendonin hiç, sepse i kish kapa ajo panika që qysh tash për pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe duke qëndru Ebu Bekri te pejgamberi alayhi salatu wasalam, shkon Omeri dhe i thot Ebu Bekrit pe. Ka ndodhur diçka, duhet patjetër ti më kon aty. Edhe Abu Bekri thotë kemë vdekin, thot patjetër do të më konte aty. Edhe thot Omer radhiyallahu anhu tregon thot e mora Abu Bekrin për dorë se dëgjova që te Saqifet Beni Saide janë mbledhur ansartë dhe po duhet me zgjedh udhëheqësin. Ti kush mundet më thonë çka më herë? Pejgamberi alayhi salatu wasallam hala pa uftof. Kufu me ati gjenazë e ati, ata me diskutu për udhëheqjen, çish me zgjedh udhëheqësin. Kjo për faktin se sahabët e kanë kuptu për pejgamberit alayhi salatu wasalam në diçka që shumë rëndësia jo është se pa udhëheqës nuk bën. Duhet me pas udhëheqës muslimanët. Vendi duhet me pas udhëheqës. Edhe kështu që edhe pse kanë nxitu pak mirë, po ensarët janë mbledhur te Saqife është si bashkë sopi. Edhe soda det kush shkon me Medinë nga ona e mbrapshme e xhamisë, nëse kemi kiblën përpara edhe jemi në fund xhamisë, non djathtë janë haloni bashkë, është me hurma, me lisa, aty se kanë prek. E kanë zgjanun të naund, mirë po aty se kanë prek, që të është Saqifet Beni Saide, ku janë mbledhur ansarët dhe po duhen me zgjedh halifen. E thot Omeri e ka pa Abu Bekrin për dorë, për arsye se Abu Bekrin e ngoj njerëzit. Se e kuptoi Omeri që në xhami u fol ke njerëzve se s'ka vdek pejgamberi, po se ngoj kërkosh. Kur erdhi Abu Bekri e thotë që pejgamberi ka vdek, se ajo është njerëz dhe ka vdek, krejt njerëzit e dëgjojnë. E kështu që Abu Bekrin pe dëgjojka. Omeri mos më shku vet, e merr Abu Bekrin edhe nisën te Saqifet Beni Saide dhe sheh që shumica e ansarve edhe një pjesë e madhe muhaxherëve janë mbledhur. Çfarë po diskutojnë? Po diskutojnë me caktu udhëheqësin tash. Vdiq pejgamberi alayhi salatu wasallam. Kush më na udhëheq? Nëse më na sulmu dikush Medinën, kanë duhet më nguna. Kush është ai që na armatos? Kush është ai që na udhëheq? Kush është ai që i cakton strategjitë e luftës pasaj? Kush është ai që udhëheq shtetin, e ndon pasurinë, e mbledh zakatin e banat? Kush është ai? Duhet patjetër më kanë dikush. Edhe janë mbledhur ansarët dhe kanë vendosur që me zgjedh Saad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Saad ibn Ubadah kryeplaku i fisit Khazraj, njëri prej sahabive me vlera, prej sahabive të mëdhenj, i cili ka marrë pjesë në beslidhjen e Akabas në Medinë, në Mekë, kur janë taku Medinalit me pejgamberin alayhi salatu wasallam fshehtas kot haxhit, u shkon edhe Saad ibn Ubadah. Njëri me vlera. Mirë, po ata e kanë kuptuar kështu që na duhet me zgjedh, na jemi ansart, na jemi shumicë, na e kemi ndihmuar pejgamberin alayhi salatu wasallam, e kemi ndihmuar këtë Islam, duhet me ndihmu edhe shtatë me caktuni udhëheqëse, pastaj me ec pas tij. Edhe kështu është në sistemi islam është që s'kohet pa udhëheqës. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë nëse dy persona marrin rrugë, njëri do të mëkon e mirë. Jo të dytë, se shan veti, edhe nisën 3 vet në rrugë, sicili kthehet vetë vetë, sicili ka ecë rrugës vetë, sicili ka bërë punë të së. A jemi të marrë rrugë bashkë, po duhet patjetër me pas e merë edhe me pas rregulla. Kjo në udhëtim e lemo çështjet e shtetit. Thotë Omer radhiyallahu anhu, kur ju afrum grupit, peshohëm një burr të madh, e kishin idoni mbulum me tesha dhe ishin mbledhur rreth tij. Kur shohim Saad ibn Ubadah, edhe thojnë ansarët Saad ibn Ubadah do të jetë udhëheqës i muslimanëve prej Sodit. Thotë Omer radhiyallahu anhu, unë gjatë rrugës i përgatita do fjalë që me folat. Unë e përgatita në fjalë. Mirë, po tu dosh me fol, Abu Bekri më kapi për dorë ta mos fal. Edhe janë nisi me fol e Bekri. Çaq mirë foli. S'la fjalë që më nuva unë për me fol, vetë se e tha dhe më mirë se unë. Radhiyallahu anhu. Për arsye se Abu Bekri ka qenë hakim, ka qenë i urtë shumë. Edhe ka qenë përmbledhës, edhe ka qenë bindës në fjalët e tij, edhe ka qenë i urtë që secilën fjalë ka zgjedh. Edhe fletë Abu Bekri e moni fjalën kohë gjatë. Nuk lën hadith që i ka lëvdu pejgamberi alayhi salatu wasallam ansarët vetë se ja u përmend.
Thot ju e keni ofru pejgamberin, ju e keni ndihmu, ju e keni mbrojt, ju e keni dhënë pasurit, e keni rreziku familjet, ju kështu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë që nëse krejt bota kish me ecë një rrugë ensarët një rrugë tjetër, unë kisha ecë rrugën e ensarëve, mos ishte hijreti, edhe shpërblimi i hijretit kisha pas shef me qenë ensar, edhe i qetson krejt i zbut. Pastaj thotë Abu Bekri radiallahu anhu, ja thot një fjalë shumë të mëshme. Edhe i thot, këta arabt nuk do të rrinë që të fej vetëm se nëse udhëheqin Kurejshet. Unë nuk e pasojnë tjetër kanë, sepse Kurejshet janë fisi ma fisnik, me prejardhe ma fisnike, edhe ma të privilegjuar se krejt fiset, edhe arabet fiset tjera i pasojnë Kurejshet. Kështu që nëse udhëheqin Kurejshetët me muslimanët, kanë me menejt musliman tjertë, për ndryshe, pastaj kemi me pas probleme, dhe në fund i thot, prej Kurejshetëve do të me qenë udhëheci kryesor, halifja, ndërsa prej juve tjere s'prish mund me qenë na i ministër, na i ndems, na i qështu. Edhe Saad ibn Ubade bindet, thot, më të vërtet ashtu është, qysh po thoti. Thot, juve ju takon, do të thonë Kurejshetëve, juve ju takon udhëhecia, do të thonë udhëheci suprem, halifja, kryetari, sultani, ndërsa na tjerët jemi për ju ndihmu juve. Kjo është transmetimi i vërtet, sepse ka transmetime të shumta, të cilat nuk janë të sakta rreth debatit që është zhvilluar këtu, edhe janë disa transmetime se është bërë debati i nxehtë që kjo nuk përkon me sahabët, aq më tepër me Saad ibn Ubade, me Abu Bekr, Omer radhiyallahu anhu, që janë sahabë me vlera, janë njerëz të xhenetit. Von çta që po i përmendim, këta janë njerëz të xhenetit, nuk kanë shku me diskutu për një post, për një karrik, për një pasuri, për arsye se kanë fituar diçka që është shumë më e madhe se dynjaja. Mirë, po e kuptojnë që është shumë e rëndësishme që dikush me udhëheq muslimanët. Edhe Saad ibn Ubade thotë me të vërtetë ashtu është. Mirë, po Omeri thotë rrugës e kemi pa edhe Abu Ubejdin. Abu Ubejdin njëri prej 10 përgëzuar me qetë, edhe ato e morëm 3 shkum bashkë. Pastaj thotë quhet një dikush prej ensarëve, nuk e përmendim me transmetim. Disa transmetime ka që është Khabbab ibn al-Mundhir. I thot, na thot, jemi shumicë, na ju kemi ndihmu juve, ju keni orë të na, ju jeni pakic, na i kemi boket luftat, na i kemi ndihmu pejgamberin alayhi salatu wasallam, i kemi shpërndar islamin, kështu që na duhet me udhëheq. Në fund thot, a di çka thot? Një udhëhec për juve, një për neve. Thot, subhanallah, njerëzit kur nuk janë adekuat dhe kompetent për me fol për gjonat të mëdha dhe gjërat që nuk i njohin, mund me gabu. E ka vënë në mendje, domethënë prekojt kjo është për xahiletit, që sicili fes është dashur të udhëhecin me pas për vetit. Mon fisi Kurejshit nuk ka bën me pas udhëhec dhe kanë për jashtë. Fisi Khazraj nuk ka bën me pas udhëhec për fisi tjetër kështu më radh. Don kjo është mentaliteti i xahiletit, që sicili fes me pas udhëhecin e vet, edhe pastaj mund ndon fisë dhe sicili fes shtet në vetë, jetë në vetë kështu më radh. Ndërsa Islami s'ka ashtu, Islami ka ardhur me unifiku fisët. Islami ka ardhur me unifiku edhe popujt. Pa i shkeni popujt, po me unifiku në flamurin e Islamit. E ka bëbën në mund dhe po flet me këtë mentalitet i cili është pjesë e xahiletit. Sicili fes me pas vetën. Thotë Abu Bekr kursese, s'shkon ke punë kështu me dhe. Vetëm një udhëhes. Edhe thot Omeri radhiyallahu, Omeri po i tregon ngjarën, ngjarja është Buhari dhe Muslim. Thot Omeri, Abu Bekr moj ke përdorë mua, edhe Abu Ubejdin kënena. Edhe po i thot aty që ta dy njonin për tyne, cilën dush zgjedhne, unë jam mas juve. Që ta dy do të më konë njoni për ty. Edhe këto Abu Bekri nuk për thot për sy e faqe, që adin, hajtë këto tani këta më këthime, ja, të jetis do. Po Abu Bekri thjesht e ka dertin se dikush do të më udhëheq, çaj që do të më udhëheq, do të më konë për Kurejshetëve, i cili është i denj, edhe është adekuat për më udhëheq, edhe Omeri, edhe Abu Ubejdi të dy të janë të denj. Ndërsa Omeri kthehet jo vallahi. Thot, në cilin qiell me nejtonë, në cilën tokë me jetu une, cila tokë o monë muë, që une më konë udhëhes në një vend, në një popull, ku aty është Abu Bekri. S'bëhet ke punë. S'ka mësi. Omeri radhiyallahu anhu shumë të qartë. Edhe pastaj Omeri ja hek dorën e Abu Bekrit edhe ja jep dorën e djathtë. Thot për hajt kuft halifati prej sodit, unë jam ushtari yti. Abu Ubejdi gjithashtu, pastaj sahabët, njën nga një fillojnë ensarët, derisa ja japin besën krejt Abu Bekrit. Si me zërë, po kryesor ja japin besën Abu Bekrit. Bile Omeri radhiyallahu anhu këtë rast i thot, pejgamberi alayhi salatu wasalam
ka qenë dakord që ti me na udhëheq neve në çështjet të fesë, që është namazi, që është më e madhe e fesë pas besimit, e nuk po jemi në dakord që me na udhëheq çështjet e dunjas, porque s'bëhet fjalë këmbët. Edhe udhëheq e zgjedhin Ebu Bekrin radhiyallahu anhu të gjithë. Disa transmetime thonë që pastaj Sa'd ibn Ubada është mërzitur, është nervozuar, ka shkuar te shtëpia, mos ka folur me ta, por s'është e vërtetë absolutisht. Sepse Sa'd ibn Ubada e shohim pastaj në këshillat që jep edhe Ebu Bekrit edhe Omerit se vdes gjatë pushtetit të Omerit radhiyallahu anhu. Pastaj pasi që e opin besën e Ebu Bekrit, tash Ebu Bekrit duhet me dalë të xhamia, edhe të tjerë që se kanë dhënë besën, m'ia dhënë besën ata. Mirë po, besën halo se kanë dhënë Aliu radhiyallahu anhu edhe Zubejri. Pse se kanë dhënë këta besën? Se këta janë të i përgatit pejgamberin alayhi salatu wasalam. Këta janë familjarët, Abasi, këta të i përgatit pejgamberin alayhi salatu wasalam, të që e finusë, të i begatim ja fol njerëzit gjenasa. E kështu që nuk është Aliu, normal që s'është Aliu këtë. Edhe Zubejri nuk është, sa është i angazhum. Sepse Zubejri, kush është Zubejri? Zubejri është djali Safijës, Safija është halla pejgamberit alayhi salam. Domthonë djalin e dajës Zubejri është e begati. Radhiyallahu anhu. Pastaj Zubejri ka Esmën, grua pejgamberi alayhi salam, Aishën, këto dyja motra. Edhe këtu dashakeqet, munafekat, shijat e sodit e shfrytëzojnë këtë rastin që Aliu nuk ka qenë dakord me udhëheqjen e Ebu Bekrit, edhe hilafetin e Ebu Bekrit. Ai ka dosh më vetë halife, po ja kanë marrë me zor. Aliu ka dosh më vetë halife. Edhe bëhet halife Ebu Bekri radhiyallahu anhu, e mon fjalimin pastaj në ndel xhamia dhe mon fjalimin para njerëzve që do të kthehemi te fjalimi pastaj. Disa transmetime thonë që Ali radhiyallahu anhu nesërmën ka shkuar dhe i ka thonë u kryu jam ushtari yt dhe ti je udhëheqësi jon. Mirë po, ka dhe transmetime këtu janë më të sakta që Ali radhiyallahu anhu mas 6 muajve ja ka dhënë besën pe Abu Bekrit radhiyallahu anhu për halife. Me pse 6 muaj ka prit? Mas pori, a është patjetër që secili ia dhon besën? Këto e kanë dhënë pejgamberit alayhi salam, secili ia ka dhënë besën prej burrave me dorë. Mirë, po Abu Bekri nuk është patjetër edhe udhëheqësi, çdo udhëheqësi tjetër nuk është patjetër krejt populli me ia dhënë besën. Sikurse nuk është patjetër krejt njerëzit që janë ndyra e popullit nuk është patjetër që me ia dhënë besën. Kështu që nuk ka kurfar problemi pse Aliu është vanu edhe pse Aliu i përmend arsyet e veta. Mirë, pastaj fillojnë me fol njerëzit. Pse fillojnë me fol njerëzit? Këtu e komplikon pak situatën ngjarja e Fatimës radhiyallahu anha, vajza e pejgamberit alayhi salatu wasalam, shkon te Abu Bekri dhe i thotë ti je tash udhëheqës po. Unë duam të trashëgoj babën. Ty atë kishin trashëguar fëmijë ato? Po, unë duam të trashëgoj babën tëm. Çka ka lënë pasoni, çka ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam, hiset e veta pe plashkës luftës e pe tokave që i kanë shliru, thotë unë jam i vetmi fëmijë tina, që kom me gjallë. Thotë Abu Bekri po, thotë po pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kjo është e dashur për mua. Po për mua është më e dashur hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam që thotë se na pejgamberët nuk trashëgohemi, çka lojmë pasoni është sadak. Kështu që unë duhet praktikuar hadithin. Edhe nuk du me vepru diçka që s'ka vepru pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ai shtu na ka mësuar. Familjarët e pejgamberëve nuk trashëgojnë, vetëm marrin prej pasunisë çfarë sa ju duhet për me hangër me pije dhe për veshballje. Për ndryshe, tokat pasuritë e deponuara kështu, ato mbeten sadaka. Edhe si duket Fatimës jetë hatri këtu pak. Jetë hatri se e mërzitur mos parin. Pastaj ka mundësi që se ka dëgjuar këtë hadith më herët. Mirë po Abu Bekrit, kemi thonë më herët, që i kanë interesuar më tepër hadithet që lidhen me udhëheqjen. Ku varrosen pejgambert, a trashëgohen pejgambert, që do të bëhet me dezerterët, e kështu më radhë, domthonjë çdo hadithe i kanë interesuar Abu Bekrit. Për arsye se këtu e ka pas orientimin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu që mos me i lën muslimanët me u deviju dhe me u pështjellu në këto pika. Edhe mas 6 muajve vdes Fatimja radhiyallahu anhu, që ka lajmëruar pejgamberi alayhi salatu wasallam në smundjen e vdekjes që ti je i pari antar i familjes që kemi bashku në botën tjetër, edhe vdes në farë mënyrë e hatrume,
sepse nuk e mur pasuninë e babës, s'mur kur gjatë babës, unë jam bia e saj, më thonë rregullat e shagimis, mirë po, Fatimja, radhiyallahu anha, si duket nuk po bindet, ose, me thonë nështë apo bindet, po nuk pe kot let me pranu që pejgamberët nuk trashëgohen, s'ka pasunit e pejgamberve, shpërndohen sadaka. Mirë, pas 6 mujve, kur filloj me fol njerëzit, Ebu Bekri i qënë fjallë Aliut, thot apo vjen, ka të une, apo vijun të ti. Edhe i thot Aliu, hajde ti të na, edhe ashtu kemi mërzi, edhe ashtu kemi vdekje. Shkon Ebu Bekri, edhe fillon me fol Aliut, radhiyallahu anhu. I thot, na e dim vlerën tone, e dim vlerën e vajzës pejgamberit që e ke pas ti grua, i dim gjitha ato vlera. Allah i thot, për mua ma e dashur është me mojt lidhet me familjen e pejgamberit sa me familjen teme. Mirë po, hadithi është që nuk trashëgohen pejgamberët. Pastaj i thot, ti, pse mu vanu deri tash, njerëzit po nxjerrin llafe, po nxjerrin fjalë, po ngrehin dyshime, që pse Aliu nuk po e besën e Abu Bekrit për halife. Thot Aliu radhiyallahu anhu, edhe Aliu tash fillon me fol, thot ti ai njëri i vlerave i parë që ka pranuar Islamin e me ty pejgamberi ka qëndruar shpellë me ty, thot po na kemi mendu që përdesa jemi të afër me pejgamberin alayhi salatu wasalam, kemi pas hak që dhe neve me na konsultohet. Kanë për zgjedhëm që për zgjedhëm. Kryesyra thot, nesër takomi në drejk. Ka mujt Aliu mi thonë që, për të jep besën. Për odhes. Ka thonë, nesër takomi në drejk namaz drejkës, kur të mlidhet xhamia, kur të mushet xhamia, edhe të mlidhen njerëzit namaz drejkës, edhe quhet Aliu radhiyallahu anhu dhe jep besën e Abu Bekrit, thot, unë pranoj që me qenë ti udhëheqës si unë në udhëheqjen tonë, derisa ka thonë Allahu i lartësuar. Edhe pastaj largohen gjitha këto dyshime, sepse njerëzit munafikët Medine e shfrytëzonin çdo zbrastir ose çdo pikë të dobët që mundet me e gjetë, e shfrytëzonin për me sulmu Islamin ose me ngret dyshime ose me tentu me shkaktu përçarje mes muslimanëve. Pastaj edhe Zubejri ja e besën, e bile Zubejri e ka vajzën e Abu Bekrit, që ka pas mimit hatri Zubejrit, sepse disa historian, ose disa keqdashës, i nxjerrin, domethënë këto vonesa, i nxjerrin si dallime politike, se kanë dashur Abu Bekrin, se kanë pranuar Abu Bekrin. Zubejri ibn Awwam ka pas vajzën e Abu Bekrit, domethënë ka qenë dhëntur. E ka pas ismën. Që do të thotë se s'ka pas lidhje më të shkurtë se sa këta dy mes vete. Pastaj Abu Bekri, kërkush nuk e ka mohu vlerat Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Pastaj e përmendën dietarët, sikurse Ibn Hajeri, Imam Newawi e plot të tjerë, thonë që edhe pse u vanu Aliu radhiyallahu 6 muaj, edhe përkundër transmetimit që Aliu ditën e dytë ja ka dhënë besën Abu Bekrit, mirë po nuk e kanë po njerëzit, edhe tash kanë filluar me njerëzit me thonë se po Aliun, e pastaj Aliu i thënë këta dietar e ka përtri besën ndaj halifës së muslimanëve Abu Bekrit pas 6 muajve, mirë po edhe Aliu radhiyallahu ka ndoshta që më harujt hatrin edhe Fatimës gruasve, domo gruaja vetë e prekun në gjykimin e Abu Bekrit, edhe kjo ndoshta ka dashur me harujt me hatrin gruas vet. Këtu të ndëruar vëllezër, shijat edhe ata të cilët mundohen me nxjerr dyshime rreth zgjedhjes së Abu Bekrit edhe ngjarjeve që kanë rrjedh pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasallam, e përmendin një ngjarje që ka ndodhur te Gurra Khum, Qadir Khum i thënë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam tu kthy Hoxhit Lam Tumerës, e ka po disa njerëz që po folin keq për Aliun radhiyallahu anhu. E Aliun e ka dërgu para Hoxhit Lam Tumerës, pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka dërgu një men që me mbledh plaçkën e luftës, edhe ka ardhur në Mekë, e ka kry Hoxhin bashkë me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Mirë po disa politika, njerëzit që i ka pas Aliu me veti nuk i kanë pëlqyer. Edhe kanë filluar me fol për Aliun, ai intereszi, ai ne ka dhënë këto, s'na ka dhënë ato, s'na ka dhënë këto, na ka lënë. E pejgamberi alayhi salatu wasallam kur i dëgjon këtë fjalë, nalet këtë vend edhe moni fjalën. Që është i njohur fjalimi, mirë po, shijat edhe munafikët e fryn këtë fjalim edhe shtojnë fjalë që nuk janë prej fjalimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam, që kinse këtë rast pejgamberi alayhi salatu ka dhënë sinjal që Aliu do të mëkon udhëhes
edhe halife i muslimanëve jo Abu Bekri. Në këtë fjalë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot i flet disa këshilla, prej këshillave thot, po ja vlo dy gjëra që nëse kapeni për to s'keni me deviju pas vdekjes teme, Kur'anin edhe familjen teme. Familja pejgamberit alayhi salatu wasalam këtë kanë qenë njerëz të vlerave. Më thonë Fatimia, gratë e pejgamberit alayhi salatu wasalam në familje. Ma nëse dikush i nxjerr gratë për familjes, unë do të më koni shpendur, sepse shihet kur flasin për familjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Ahlul Beyti që thënë, familja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, gratë i nxjerr njerëz. Çish ka mundësi më llogarit familje pa grua dikush? Do familja jeme, prej kujt përbohet? Ton veç i çmendur i thot familja jeme është prej nipave, prej fëmijëve, jo grave. Do të thonë është ndarje absurde fillimisht peshime, po qëllimi është që me tentu me shkatërru Islamin që s'kan me arrit që se kanë arrit deri tash. E tash pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, po ja vlo domon dijen që e kanë familja jeme, udhëzimin që e kanë familja jeme, domon gratë Aisha radhiyallahu anha, Salama, Hafsa, e gratë të tjera të cilat kanë qenë të dishme, pastaj Fatimi, Hasani, Husaini, edhe trima, edhe të dishëm, edhe me vlera, domethënë thjesht ndjekne rrugën e tyre, edhe i thot pastaj atij që ka fol për Aliun, thot çaj që më ka mu dashamir, le ta din që Aliu është dashamir jam, do të më pas edhe ato. Do të më pas dashamir edhe Aliun. Pse e ka përmend këto e ka përmend kontekst që Aliun kur ka dëgjuar që po flitet keq për Aliun edhe po fyet Aliu radhiyallahu anhu, e ka përmend këto që Aliu radhiyallahu anhu ka vlera mirë. Dikush kish më thon pse kret kjo nguti. Pejgamberi alayhi salatu wasallam halo për mëdhej. Abu Bekri halosun si kanë thonë lëth prej mërzijes. Omeri me zeu qetësu, ata janë mbledhë atje për me zgjedh udhëheqësin. Kjo tregon se sa e rëndësishme është që muslimanët me pas udhëheqës. Edhe e përmendin dietarët thënë se më mirë është një vjet ose një periudhë më e gjatë kohore me një udhëheqës zullumçor se sa një natë pa udhëheqës. Çes mund të më ndodh? Pa udhëheqës njerëzit shpartallohen, pa udhëheqës njerëzit bëhen pikë 5, me bëu më ndodh në luftë, me bëu më ndodh diçka, me bëu më ndodh do të thonë në një problemi ekonomik ose problemi fetar, te kush më u kthy. Kështu që vdesh pejgamberi alayhi sallam, do të më kon dikush që unifikon muslimanët. Edhe muslimanët çka do të ndodh, e as më tepër që situata është goxhe e ndihshme, janë mërzijat, janë mërzia e sahabëve për vdekjen e pejgamberit alayhi sallam, tentimet e shumë fisëve arabe për të dalë pe islamit, do të më pas dikan që unifikon. Do të zgjedhë halifës, edhe ndoshta ka qenë urtësia e Allahut që hala pa u varros pejgamberi alayhi sallam, Abu Bekri me dal edhe me zaventsu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në pozitën e udhëheqësit. Jo në pozitën e pejgamberit, tamam puna, po në pozitën e udhëheqësit. Pastaj këtë tregimi i zgjedhjes së Omerit tregon që mësojmë se nuk duhet gjithkush me fol për punë të mëdha. Domosdoshmë sikur sa ai që ka thonë në fund kishte u munduar për unë zgjedhje. Në fakt në zgjedhje, është munduar për unë zgjedhje, thotë atë çka, ju udhëheqësin ju vlatorin. Kush po thotë ty më i thon këtë fjalë? Kur shumë tjerë ka më të mëdha, shumë tjerë ka më të rrymë. Bëllë burat shtetit dhe burat politikës o të drejtësisë prej nga këtë fjallë. E kështu që nuk duhet gjithkush me folë. Por kundrazi, shumicën e problemeve hutive, e të lasheve, që për shkaktojnë mes muslimane janë kur flasin njerëzit jo kompetent. Flet dikush e livdon islamin, i lshohen njerëzit me vlerësime. E kesh dikush islamin, i lshohen njerëzit me vlerësime dhe me fyrje. Kush? Shumica për atyre që as nuk e kanë kuptuar çka është të thonë, as nuk e dinë çka duhet më thonë. Edhe pastaj kris kiameti, këshori muslimanët, këshori reagimet e tyre, këshori fyrtit. Kështu që nuk duhet për punë të mëdha me fol gjithkush, sepse punë të mëdha kur flet gjithkush bëhen të vogla. Punë të mëdha. Për shembull, për punë më të mëdha tonat, në fenë tonë është tauhidi. Tauhidi është edhe shirku e kundërta e tauhidit. Po janë dy punët më të mëdha, sepse me tauhid shpështon, me shirk Allah e në arrujt dështon për gjithmonë. Mirë, tash të vjen dikush që ka nis dje më fal, vjen dikush që halo elhami nuk e din pa e këshyr. Mirë, edhe fillon me fol për këtu punë të mëdha, më të vërtetë ish vlerëson para njerëzve sa ato nuk vlerësohen. Sepse janë punë të mëdha, këtu do të më fol njerëz të mëdhej për to. E pastaj kush del pe islamit, kush në islam, kush do të mëdhëheqë, kush do të mëdhëheqë, kujt do të më ngu fjala, kujt do të më refuzu. Po këto janë fjalë, këto janë mesela të mëdha që nëse folin njerëzit të mëdhej i devalvojnë para njerëzve. Pastaj Allahu i lartësuar e zgjodhi Abu Bekrin që me mbrojt këtë islam. Këtu e ka mbrojt Abu Bekri
radhiyallahu anhu islamin, i ka afru muslimanët, i ka kthjell muslimanët, i ka unifiku muslimanët pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasallam, gjithashtu e ka mbrojtur islamin nga fiset e renegatë, ata që kanë ndorë për islamit, po edhe rasti i tretë është që e ka mbrojtur islamin duke e mbledh Kur'anin me një vend, që do të flasim edhe për ta. E Allahu kur ka thonë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ne kemi zbrit Kur'anin ose fein, Kur'anin dhe sunetin, ne kemi me rujt, Allah e ruan me njerëz. E ruan forma ndryshme, por një për forma është me njerëz, sikur se e ka rujt me Abu Bekrin këtë islam. Edhe i ka rujt këta musliman. Pastaj të ndëruar vëllezër, çështja e udhëheqësisë nuk është çështje e lehtë. Abu Bekri s'ka pas kur fare ambicie për të, ose Abu Bekri ka pas xhenetin garantuar, edhe Omeri edhe Abu Ubejdi. Po thuja se edhe Sa'd ibn Ubade gati se ka qenë për xhenetlive, kanë qenë njerëz që kanë fitu diçka që ka qenë më e madhe se dynja me çka kanë ta. Mirë po, e kanë kuptuar këta që është çështje e ndihshme, nuk bëm jalon gjithë kujt ndur. Sepse lakmia, pastaj intereset, pastaj nefsit, pastaj epshet, pastaj dëshirat e ndryshme bën që pushteti më i shtramu njerëzit. E këto punë të ndihshme, nëse i lihen dorë njerëzve të mëdhenj, pastaj kalojnë mirë. Sot vëllezëri neve si praktikues të islamit, apo na ndodhin zënka për çështje palidhje. Po thon palidhje domthon çështje thjeshta. Pse e rrok me filanin? A do ta zon ka mundsi më kanë fal borxhe diçka 50.000 euro, 10.000 euro. Po neve, po na tund kanë 5.000 euro, 10.000 euro që e kemi kontekst. Mi ka dhon, ka mashtruar, ka mashtruar më pak më shumë. Këto është për qëllim, këto është mbytyje udhëheqësia e shtetit. Është shumë më e ndihshme kjo. Nëse muslimanët e sodit i tërëndit një levdat ose i ndon një kritik, sot dikujt me dhon kritik, o kry mu e hupe atë njeri. Pse? Se s'tot me kritiku. Nëse na sot jemi qështu, atër t'i shkon në pyetje pozitat e mëdhoja, pozitat udhëheqëse, edhe me udhëheq jo një Kosovë, po me udhëheq një shtet islam që kretë gadishtë arabek janë bo musliman, pastaj për një kohë shumë të shkurt, një pjesë e madhe e botës hynë në shtetin islam, do nuk është e lehtë kjo. Gjithashtu është se edhe pse këta që u angazhuan me këtë çështje nuk kishin ndonjë interes dynjos, edhe nuk kishin ai përfitimi, as që shpresonin me fitu diçka të dynjos, sikur se i përmendëm, mirë, po patjetër dikush do të më marrë me tu. Do të më marrë dikush me tu. Mirë, kur jemi te Abu Bekri, pse mos zgjedh Abu Bekri halife? Ma ka pas tjerë më të mirë. Tash do ta shohim. Fillimisht disa fjalë për Abu Bekrin, edhe kemi përmendur disa herë që emrin e Abu Bekrit plot e ka Abdullah ibn Uthman ibn Amir. Abdullah ibn Uthman ibn Amir. Mirë po, njerëzit e kanë harru emrin, të e përmend Abu Bekr, ose Atiq, el Atiq. Atiq dhe thot i liruar ose i amnestuar nga zjarri i xhenemit për arsye se ka fituar xhenetin të konjall. Gjithashtu dhe fjalë emri, pseudonimi Siddiq, për pseudonimin Siddiq e ka fituar në ndodhin e Isras dhe Mirajit, kur i ka thonë mushrikëve se apo thot Muhamedi që u kanë atje, po kry e saktë është. Kjo është emri, ndërsa Abu Bekr radhiyallahu domthon dikon 2 vjet e gjys ka qenë më i ri se pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe vdes në jetën moshën pejgamberin alayhi salatu wasallam, është prej kurejshitëve. Pastaj vajza Aisha radhiyallahu anha, që është një prej vajzave të tij, është gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasallam, Isma është gruaja e Zubairit, gjithashtu Abdurrahmani që është djali i Abu Bekrit, është prej sahabëve të dallum, po 3, pastaj Muhamedi djali i Abu Bekrit, gjithashtu edhe ky është prej sahabëve 3, po djali i Muhamedit pastaj që quhet Qasim ka qenë prej dietarëve të Medinës, pastaj kryesuar domthon loza e Abu Bekrit, lozë e shëndosh. Ndërsa për vlerat e Abu Bekri e ka pranuar islamin i pari, ose prej të parëve. Se duket mas atij se ka pranuar Abu Bekri radhiyallahu anhu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë nuk ka njeri që e ka paraqit islamin, më vonë musliman se ka mendu. Ose ka mendu që aty, ose është shku të shtëpia ka mendu. Po se Abu Bekri që s'u mendu as 2 sekonda ka thonë po ti pejgamberi Allahut, se s'u ka rrit kur. Do të është i vetmi që e ka pranuar islamin, edhe atij,
po edhe kë e kanë pranuar Islamin pa mendu hiç, sa auto e thon të vërtetën Muhamedi alayhi salatu wasallam. A mos është në mashtrim. Gjithashtu përmes Abu Bekrit e kanë pranuar Islamin Uthmani, Zubair ibn Awami, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha, krejta dhe që e përgëzuar me xhenet. Njerëz njëra e këtij umeti. Ojka e këtij umeti i ka pranuar Abu Bekri në tek pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe në musliman. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka dashur më shumë te Abu Bekri. Thot Amr ibn Asi, e pyeta një herë pejgamberin alayhi salatu wasallam, i dërguar Allahut, kush është më i dashuri për ty? Kanë më shumë ti. Thot më bani Aisha. Tash Amr ibn Asi është ngushtuar atë. Sikur ato është thonë bash nuk doshta çështo shumë në mënyrë intime dhe me të pyetur për anëtarët e familjes. Po thot mina rijal, pe burra. Andaj se me i kësaj pyetje shpejt për pejgamberin alayhi salatu se ka pas problem. Kanë më shumë ti Aisha. S'ka njeri që e don më shumë se Aisha. Thot prej burrave, thot babën e saj, Abu Bekr radhiyallahu anhu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu pak pa vdek e moni fjalem dhe thot nuk ka njeri që na ka ndihmu edhe ka ndihmu këtë islam vetë se ja kemi kthy borxh. Po se Abu Bekrit s'kemi mujt mja kthy. Këti ja kemi lënë mja kthy, Allah i lartëson. Abu Bekri gjithashtu është i vetmi që e ka kuptuar me pejgamberin alayhi salatu kur ka thonë se Allahu po e lut një rob apo don me vdek apo don me ardh te une. Abu Bekri ka qenë i vetmi që e ka kuptuar. Abu Bekri ka qenë i vetmi që ka dhënë krejt pasurinë. Abu Bekri ka qenë i vetmi njeri është që Allahu e ka qujt shok. Edhe pse krejt janë shok të pejgamberit alayhi salatu, ama Allahu Abu Bekrin e ka qujt shok të pejgamberit. Sepse kur pyetën shijat këto, e qysh zgjodhi Allahu se ata Abu Bekrin, shijat Abu Bekrin e kanë njerin më të rrejtën. E qysh Allahu njerin më të rrejtën e zgjodhi mu kanë në vendin më të rrezikshëm me pejgamberin alayhi salatu dhe e quajti shok. Tash ata ja kanë me thonë s'është e vërtet, ja kanë me thonë Allahu se ka ditë, ja diçka, po me thonë ashtu kështu ata, me thonë nuk janë besimtar. E Allahu thot thani ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan. Ata dytë të cilët ishin në shpellë dhe kur po i thot shokut vet pejgamberi alayhis salam, po i thot shokut vet mos tani. Mos u barakas se Allahu është me neve. Gjithashtu Abu Bekri është ai që pejgamberi alayhi salatu një ditë mas namazit sabahit pe i pyet sahabët të kush prej juve ka dhënë sadaksat. Më këtë tonë. Kush prej juve ka përcjellë në xhenoze? One. Kush prej juve i ka ndihmuar një fukaras? One. Kush prej juve ka bërë këta? One. Domthonë, ky mohabet është mas namazit sabahit ose gjatë natës i ka kërkuar këtë punë Abu Bekri. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk të pengon diçka në ditën e gjykimit më u thirr për ta në dyrve xhenetit e Abu Bekr. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith vërtet thot Abu Bekri dhe Omeri janë zotëritë e burrave të xhenetit. Do burrat e xhenetit kanë posat ata busat. Pos pejgamberëve dihet, me po busat ose burrat kryesor të xhenetit janë Abu Bekri edhe Omeri radhiyallahu anhu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu ka qenë duke u ngjit në Uhud me Omerin, Abu Bekrin edhe Uthmanin. Edhe Uhudi u dridh. E kemi dëgjuar thot dridhjen. Edhe i thot uthbatu haq qëndrohet muslimat, sepse mbi ty është tu is pejgamber, siddiq edhe shahid. Ja Siddiq është Siddiq i ka thonë Abu Bekrit këtu, ndërsa shahid edhe Omeri edhe Uthmani kanë qenë shahidat e dytë. Pastaj në hadithin e vërtet gjithashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam pasoni dy njerëz mas meje, Abu Bekrin edhe Omerin. Asoj gruasi i thot kur vjen me pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam thot hajde edhe një herë më pyet më vonë. I thot nëse s'gjojt kanë me pyetur, thot pyet Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Në hadithin që e përmend pejgamberi alayhi salatu është hadithi saktë se kush e tërheq teshën e vet, kush i lëshon teshët te poshtë dhe i tërheq zvarr do të digjet në zjarr xhenemit. Abu Bekri u koni dopt ka trupi i zajft edhe i kanë rrotë teshët te poshtë, ka shpejt i ka dhënë zor për me çu përpjet. Pejgamberi sa më thotë Abu mos jep zor ti, mos u gut me i ngrej përpjet sepse ti nuk je ai që hen këtë ditë, mos të skimë ndihmosi. Kjo është garancë për pejgamberit alayhi salatu wasallam. Gjithashtu e dërgoi udhëheqës të haxhit
një vjet para se me bëu hax pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e po një ondër pejgamberi alaihi sallam thotë i posh njerëzit që ishin mbledhur rreth një bunarit. Edhe e morë Abu Bekri më i dhon ujë. E morë një kofe 2 i lart. Edhe u lë dhe la. E morë Omeri. Merë nxerruj, krejt, pitën uj, i dhanë kafshë uj edhe i moshën ende tyre. Edhe pastaj thënë dietarët se kjo është shej e hilafetit. Sepse hilafeti dhe sundimi e Abu Bekrit ka qenë i brisht, sepse ka qenë me shumë probleme. Ma shumë probleme ka ndodhur, edhe ka qenë i shkurt, 2 vjet e pak, ndërsa sundimi e Omerit ka qenë i fuqishëm sepse ka janë vendos punët në vend edhe në penj. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka urdhëruar që Abu Bekri me zavendësu në namaz, të konë gjallaj. Edhe kjo konë shej që mas meje është Abu Bekri. Edhe për ata Omeri shumë thjesht, të më thonë, e ka thonë këto. Thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë dakord që ti më na udhëhesh në punë të fejs, namaz. E na mos më qenë dakord ti më na udhëhesh punë dunjos, po s'bëhet kjo muhabet. Edhe kjo thënë dietarët, kjo është hadithi më i drejtë për drejtë që flet ose që jep sinjal se Abu Bekri duhet me qenë udhëhes mas pejgamberit alayhi salatu wasalam i muslimanëve. Mirë, pastaj dietarët diskutojnë se Abu Bekri a u zgjedh me miratimin e muslimanëve apo e ka zgjedh pejgamberi alayhi salatu wasalam. Disa thonë që e ka zgjedh pejgamberi alayhi salatu wasalam duke e pas parasysh hadithin e namazit që Abu Bekri u fol imam në gjatë smundjes pejgamberit alayhi salatu wasalam. Disa thonë se muslimanët e kanë zgjedh. Edhe vërtet është që muslimanët e kanë zgjedh pejgamberi alayhi salatu wasalam, vetëm i ka dhënë këto sinjale, ja ka bërë me dije njerëzve kanë me zgjedh, mirë po ka dosht me ilon muslimanët që me zgjedh vetat. Me bë praktik, çish me zgjedh udhëhesin e tyre. Sa edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam pelon ka Abu Bekri, mirë mos Abu Bekrit, të na ardhi kush vetë. Çish zgjedhin, si mos të kanë praktikën më herët, kështu që te Abu Bekri ka dhënë disa sinjale që do të më konë. Pastaj, mas Abu Bekrit e kanë pas shumë më të lehtë me zgjedh udhëhesin edhe se kanë pas problem muslimanët, se kanë pas shtet, hilafet, nuk kanë pas problem me zgjedh udhëhesin. E tyre kur ka qenë udhëhesia e drejtë, se pastaj e kemi fazat hilafetit të cilat i kanë ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Abu Bekri është ai i cili ka bëu hijretin me pejgamberin alaihi salatu wasalam, është ai që ka futur shërbim krejt familjen për hijret pejgamberit alaihi salatu wasalam, thotë i ka pas 40.000 dirham pasuri, kur e ka pranuar islamin i ka dhënë krejt për islam, pastaj në Medinë prapë ka dhënë krejt pasurinë për islam, domethënë s'ka kurrë kur gjao për islamin. Edhe ka qenë njëri më i mençur, ka qenë njëri më i kthjellët. Këto pozita që i kemi përmend, të pozitat e Abu Bekrit tregojnë që ai ka qenë më i mençmi, ka qenë matrimi. Se njerëzit mendojnë që Abu Bekri ka qenë Omeri ka qenë matrim, po e vërteta është që Abu Bekri ka qenë matrim se sa të gjithë sahabët, më i dijshëm se të gjithë sahabët, më i devotshëm se të gjithë sahabët. Edhe më strategik se të gjithë sahabët, sepse për 2 vjet e gjys arrin me fut shtetin binar, me gjitha problemet me cilat ballafaqohet, edhe e merr Omeri radhiyallahu pastaj udhëheq shtetin shumë lehtë. Normal, edhe ai duke i zhvilluar politikat e veta. Abu Bekri kur e zgjedhën halifet, nesër në ndel xhamia dhe i moni fjalëm, e thotë ju njerëz, më keni zgjedh udhëheq, nuk jam më i miri për juve. Don këto po i thotë për modestisë, por ndryshe kush është më i mirë se Abu Bekri këtu? Ndoshta këtu po do të më dhonë sinjal që nuk është patjetër më i miri mos zgjedh. Thonë valla më i devotshëm, më i miri, më i dijshëm, nuk është patjetër mos zgjedh. Më rëndësi është çaj që zgjedhet kryetar, udhëheq, halife, sultan me qenë i den, edhe me qenë adekuat për pozitën. Por ndryshe thotë nuk jam më i miri për juve. Nëse e shihni që jam në hak edhe jam të punuar mirë, një manu. Për arsye se kam nevojë për juve. Nëse e shihni që po gaboj, përmisonu. Edhe më respektoni, dëgjoni për derisa unë respektoj Allahun. Edhe në nështruhem, Allahu të lartësum. E nëse unë e bëj gjunam diçka, atëherë mosum pasoni këtu, as mosum dëgjoni. Gjithashtu e thot edhe një fjali që ka të bëj me formën e qeverisjes, thot i forti në sytë e ju është i dobët e une derisa ta shoh pozicionet i, derisa ta nxjerri të drejtën edhe hakun për tina. Të thonë të une, s'ko i fort e i dopt, të une janë barabar gjithë. Nëse dikush është i fort në sytë juve, të une është i dopt. Thot edhe i dopt në sytë juve,
është e unë i fort derisa t'ja nxjerrë hokun. Këtu i kanë përmend dietar disa rregulla të cilat i ka përmend Abu Bekri shumë shkurt. Edhe në fund thot aqulu ma sami'tu astaghfirullah li. Kjo isha ajo që po ta më thon, Allahu na falt juve edhe neve edhe e fal namazin. Pastaj imam udhëhersi muslimanëve pa problem sepse të gjithë e pranojnë. Rregulla e parë që nxjerrin dietarët është se udhëhecin është hak i umetit. Umeti e cakton udhëhecin. Jo më cakton dikush. E cakton umeti, mirë, po format e caktimit pastaj ndryshojnë në islam prej formave që zgjidhen sot. Gjithashtu rregull tjetër është se nuk është patjetër shtash më herë, nuk është patjetër mos zgjedh më i miri, po patjetër është që çaj që vjen pozit më kon i përshtatshëm për pozitën, që din është i besueshëm edhe din me udhëheq. Mon din me udhëheq edhe është i besueshëm që nuk tradhton edhe nuk mashtron. Gjithashtu rregull tjetër është se ai i cili zgjedhet udhëheq si musliman nuk do të thotë që u bë burri më i mirë. Përkundrazi, e ja ka ngarku vetës një barë që nëse nuk është i kujdesshëm, nëse nuk e kryen çish duhet, vaj halli për to. Pastaj umeti ka të drejtë dhe ka obligim me përcjell udhëhecin, me korrigju udhëhecin, me i kërku llogari udhëhecit. Çka po thotë Abu Bekri, nëse jam mirë, më shihni që jam mirë tu ec, atë ndihmonu, se kam nevojë për ndihmë. Nëse shihni se jam tu ec mirë, atë drejtonu. E nëse bëj gjuna, mos më vini mbrapa. Mos më pasën. Thonë këtu kanë qenë pamundura për Abu Bekrin. Abu Bekri me bo gjuna, Abu Bekri me bo dallavere me shtetin, s'ka mësi. Mirë po, Abu Bekri po i sjell si rregulla që nëse udhëheci i ban çdo atëherë, s'duhet me pasun tu. Gjithashtu është se udhëheci ka nevojë për ndihmë, udhëheci nuk mundet me kry vetë punën. Po, i ndihmojnë njerëzit, i ndihmojnë popullin. Çfarë bëjmë na për shembull? Nuk kujdesemi, për shembull për rrugët, nuk kujdesemi për pastërtinë rrugë, për rënien rrugë dhe them kryetari pse s'pin rrin gati këtyn, po të na mojmë ran. Mo na, a mundemi me kontribu në uljen e hinis po, në uljen e kornis po, pse si bojnë? Në mojtjen e rënit po. Edhe çka bojnë? Çka bën një pjesë e njerëzve? I gjun beturinat bërllogët gjithka, do të arrim mbledh shtetit. Po mirë, pse si qet në vendin ku është aty? Mo kjo është një ndihmë që ti duhet më jap shtetit. Edhe du të mja bo udhëhecit, sepse ai nuk mundet vetë me i kry gjitha punët, sepse ti shkon kështu atëherë i çdosh mja caktuni, po letë si cilët njeri, me nejtë e kryt. Mirë po, na erojmë vetën, mundohemi me rrujt një tjetrin, mundohemi një mujt një tjetrin, aty ku s'mundemi me mrina, me depërtuna, pastaj janë instancat e shtetit edhe të sigurisë e kështu më radhë. Gjithashtu, prej rregullave është se nuk lejohet me pasu udhëhecin kushdo që tjetoj. Edhe mi shku mbrapa, edhe mu ju nështru, nëse është gjëna ndaj Allahut lartësuar. Absolutisht. Për shembull, nëse vendos udhëheci, është fjala udhëheci islam, sepse udhëhecat që s'kan më thënë politika, edhe udhëheci islam ata dihet që kanë politika dunjos mirë, po udhëheci islam për shembull nëse e lejon shitjen e alkoolit. Edhe tash dikush të çore udhëheci e ka lajë. Shkonin ndalën ata dhe fillon me i shit në dyqan drejt. Kjo s'lejohet. Kjo nuk ja bën të lejume. Pse udhëheci e ka marrë këtë vendim të gabum, sidomos si shembull, edhe pse mund të pas edhe shembuj tjerë. Këto edhe disa rregulla tjera që i kanë nxjerrë dietarët për fjalimet e Abu Bekrit, sido që tjetë ndodhia kryesore pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasallam është zgjedhja e halifës, që ka qenë shumë e rëndësishme, edhe u zgjedh mënyrën të mirë, edhe u zgjedh opsioni më i mirë e që është Abu Bekri radhiyallahu anhu, që nuk ka më të mirë se Abu Bekri, edhe si udhëheqës, edhe si strateg, edhe si komandant, edhe si treb, edhe si dietar, edhe si urtë, edhe si i butë, edhe si gjithçka. Të më thotë, asë njëoni prej sahabeve nuk ka mujtë me ja kalun që të Abu Bekrit në asë njëoni për tyre. E përmendin disa një fjallë një tabiinit i cili thotë se dikush prej sahabeve ka përmend që Abu Bekri nuk na i ka kalu neve me shumë adhurem, me shumë namaz, po na i ka kalu me diçka që ka posë zemër që të imun. Jo, Allah, edhe me punja na i ka kalu Abu Bekri, edhe ja ka kalu kretve. Sepse mos sa bojt, thamë që Abu Bekri është ai që është zgjua gjërushëm, e ka përcjell xhanosën, ka vonë sadak, e ka vizitu të afërmin, i ka ndihmu të vartë. Këtë të puni ka po më sabojt, kush ki ka po më sabojt?
E kështu që Ebu Bekri ne ka kalu edhe me ibadet, edhe me punë, edhe me iman, edhe me dije, edhe me gjithë shka. Ja ka kalu sahabë, ne ka kalu edhe neve, edhe është zgjedhja ma e mirë, na mbetet me pase çfarë ndërmerr Ebu Bekri radiallahu anhu, me çfarë probleme dhe sfida ballafaqohet për këto 2 vjet e gjysmë që nuk janë të lehta. Deri këtu përfundoj dersi sot, ndërsa shihemi dersin e radhës. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.